Irani ka bërë të ditur Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Ndërkombëtare detare se anijet jo armike mund të kalojnë ngushticën e Hormuzit përsa kohë që bashkëpunojnë me autoritetet iraniane sipas një shënimi që Reuters pa të martën. Lufta amerikano-izraelite kundër Iranit ka ndaluar pothuajse të gjithë transportin rreth 1/5 e naftës dhe gazit të lëngshëm natyror në botë përmes kësaj ngushtice, duke shkaktuar ndërprerje në furnizimin me naftë. Shënimi nga Ministria e Jashtme e Iranit u dërgua Këshillit 15 antarësh të sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, të dielën. Ai u shpërnda më pas të martën mes 176 antarëve të Agjencisë Detare të OKB-s me bazë në Londër, e cila është përgjegjëse për rregullimin e sigurisë së anijeve ndërkombëtare dhe parandalimin e ndotjes. Anijet jo armike, duke përfshirë ato që i përkasin ose lidhen me shtetet e tjera, mundet për sa kohë që nuk marrin pjesë dhe nuk mbështesin veprimet agresive kundër Iranit dhe respektojnë plotësisht rregullat e shpallura për sigurinë dhe mbrojtjen, të përfitojnë nga kalimi i sigurt përmes nën ngushticës së Hormuzit në koordinim me autoritetet kompetente iraniane, thuhet në shënim. Irani ka marrë masa të nevojshme dhe proporcionale për të parandaluar që agresorët dhe mbështetësit e tyre të shfrytëzojnë në ngushticën e Hormuzit për të avancuar operacione armiqësore kundër Iranit, shtohet në shënim, duke saktësuar se anijet, pajisjet dhe çdo aset që i përket Shteteve të Bashkuara ose Izraelit, si dhe pjesëmarrësit e tjerë në agresion, nuk përfshihet në kalimin e sigurt të kanalit. Gazeta Financial Times raportoi para se letra ishte shpërndarë mes shteteve anëtare ditën e martë.